Flotilja e nisur për në Gaza tashmë më pak se 1.000 kilometra larg destinacionit. Gati 50 anije me më shumë se 500 aktivist po vazhdojnë përpara për të thyer bllokadën e Izraelit. Flotilja globale e ndihmave sumut mes destinacion Gazën tha se tani është më pak se 1.000 kilometra larg enklavës palestineze, ndërsa vazhdon përpjekjen e saj për të sfiduar bllokadën e gjatë të Izraelit. Jemi vetëm 995 kilometra larg Gazës. Zemrat tona janë tashmë atje para anijeve tona. Ne lundrojmë me vendosshmëri për të thyer rrethimin, deklaroi Dega e Magrebit e flotilës në një postim në platformën Facebook. Përditësimi erdhi një ditë pasi organizatorët raportuan 12 shpërthime në 9 anije pas ngacmimeve me dron në ujërat ndërkombëtare. Flotilja nuk specifikoi se kush ishte pas sulmeve, ndërsa Izraeli, i cili ka paralajmëruar vazhdimisht se do të bllokojë misionin, deri më tani ka heshtur. Një përfaqësues i Unionit të Avokatëve Arab në bordin e misionit tha se ekipi ligjor po përgatitet të çojë çështjen në gjykatën ndërkombëtare penale, duke akuzuar Izraelin për krime lufte në det. Izraeli si fuqi pushtuese ka një rekord të kapjes së anijeve duke shkuar në Gaza, sekuestrimit të tyre dhe deportimit të aktivistëve. Kritikët i përshkruan veprime të tilla si pirateri. Flotilja e përbërë nga gati 50 anije që transportojnë furnizime humanitare përfshirë ndihmë mjekësore, po transporton më shumë se 500 aktivistë nga e gjithë bota. Organizatorët thonë se është përpjekja më e madhe e tillë gati në 2 dekada, ndërkohë që 2.4 milion banorët e Gazës durojnë një bllokadë izraelite. Hetuesit e OKB-s arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në ripin e Gazës, ku më shumë se 65.400 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.